Janina që kam këtu në PR zoni ka këtë merita që kjo s'kem po duket kaq bukur edhe krejt që ka sheni në power të i gjarë që e ka shëndru në një ambient cilin relaksohesh edhe mundesh me undi tamam e relaksume dhe me mësu sene shumë mira është fajtori Janina me ekipin e saj. Janin që shke për ty me arë këtë për shkak se sot po të shohim, po ti ke qenë edhe shumë ditë duke punu gjatë gjithë kohës, duke konceptu ide të reja me ekipin tonë, që shka qenë për ty krejt këtë proces? Ka qenë një sfidë e re edhe shumë interesante për neve. Tu nis prej disa pikave që kisha dashur me theksu që janë shumë të rëndësishme për neve me mujt me bëni punë të mirë, është që kur ka ardhur kërkesa prej anës së klientit, ka qenë që hajdeni ju me zgjidhje, bëni çfarë doni, nuk jeni të limituar, edhe tregojeni kreativitetin e juaj. Kështu që kur e kemi një kërkesë, një çështje të tillë prej anës së klientit, atëherë edhe niveli përgjegjësisë që na e ndihmë si ekip për me tregu veten edhe për me dorëzu një punë të jashtëzakonshme, veshkon të urrit edhe është shumë më i madh se sa kur e kemi një kërkesë fikse edhe jemi të limituar në atë çka po na kërkohet me implementu. Kështu që prej takimit të parë që kemi pas me ju para një muaji deri në javën e fundit që na ka rënë me punu intensivisht pothuajse çdo ditë, ka qenë një përvojë në cilën edhe na kemi mësuar shumë. Është hera e parë që jemi marrë me konceptimin, ideimin edhe dekorin e një hapësire të konferencave të kësaj natyre, kështu që gjithçka ka marrë për masa shumë të mëdha se sa e kemi menduar edhe kemi para pa fillimisht, edhe kemi mësuar shumë përgjatë sfidave që i kemi hasur përgjatë rrugës. Mirë po mandej edhe ekipi juaj ka qenë jashtëzakonisht mbështetës dhe një mënyrë ose tjetër kemi mujt me bo zgjidhje përgjatë kësaj rruge. Mbështetja po dëshmoj që ja ka vlet. Po ju Anina gjatë rrugtimit juaj edhe punës vazhdueshme, jo gjithmonë klientët janë të kuptueshëm, jo gjithmonë klientët e kuptojnë rëndësinë e kreativitetit edhe punës juaj. Si ja delni me u përballë dhe me mrrijat mesin me klientët më të vështirë? Kjo është një problem i vazhdueshëm, nuk besoj që ka me qenë diçka që ka me u zgjidhur ndonjëherë. Kuptimin që kemi pas lloj-lloj klient, lloj-lloj pune, lloj-lloj kërkese. Mirë po qëllimi jon është që me secilin punë me e tregu rezultatin që mujna me mri me atë se çka realizojmë. Do të thonë ideja jon gjithmonë është çfarë vlere po mujna me kriju për personin që pe pranon ose po ndërvepron me hapësirën cilën na pe krijojmë ose pe dekorojmë ose po mundohemi me transformu në diçka tjetër. Do të thonë qëllimi është me marrë më shumë vizibilitet, le të themi, me ardh pjesëmarrësit, me bo fotografi, me tregu krejtve ku janë. Po pse kish me bo nuk ta kam përbërç me bo diçka tillë. Kështu që na do të mendu ç'a me kriju që me incentivu edhe me motivu dikon me bo diçka tillë për neve. Dhe me thonë, pse me bo një selfie me një vend caktuar, pse me bo një fotografi me tag dikon ose me përmend dikon. Kështu që gjithmonë nisim me idenë se çfarë lloj vlere duhet me kriju mrapa, çfarë lloj eksperiencë duhet me i dhënë mrapa, apo krijojmë diçka të bukur, apo krijojmë një ndërveprim që ka me mbet në kujtim, apo krijojmë një tjetër vlerë të shtuar për atë individ. Domethënë, tu nis prej kësaj, po besoj që po krijohen mandej gjithmonë eksperiencat, hapësinat me rezultate mjaft mira. Janina, për kësaj që po tregon, po mbin që personat profesionistë që merren me dekor duhet me njoh mirë edhe marketingun, se mandej nuk i nevojë mi tregu njerëzit vetë e ndin me bën një foto në një vend caktuar. Qysh i bashkëdyzoni këto dy fusha dhe sa ndihmon kjo me kriju klient besnik, cilive në një paku ja ofron të dyja? Po, na në fakt vim prej një prapavije të marketingut, që 7 vite e kemi edhe ndërmarrjen tonë, veprimtarinë tonë të marketingut, që mirëmi kryesisht me marketing digital në Kosovë, Zvicër dhe Amerikë, ku i kemi tregjet kryesore. Edhe prej kësaj natyrshëm ka rrjedh edhe nevoja për me fillu me veprimtarinë, me punën tonë edhe në hapësirën e dekorit edhe eventeve, për arsye se na konceptet i krijojshim për klientat tonë. Mirë po implementimi mandej u bëj kemi dikën tjetër. Normalisht që gjithmonë
në implementim kur nuk je involvum, ka hapësinë për interpretim të ndryshëm edhe për implementim tjetër prej asaj që ka qenë ndoshta qëllimi, ideja fillestare pikërisht. Edhe jo gjithmonë është arrit çaj lloj rezultati që kemi dashur. Kështu që besueshmëria edhe me klient krijohet atëherë kur e dorëzon një punë shumë të mirë. Probleme kam e pas gjithmonë, kështu që na nuk pretendojmë që ka me qenë një punë, një projekt pa probleme, një projekt pa sfida, pa ndonjë dështim të ndaj lloj natyre. Mirë po, ideja është që me qenë të hapur vazhdimisht për me provu opsionin mjaftueshëm deri në sa vjen në opsionin më të mirë të mundshëm me rrethanat që t'jepen. Me qenë gjithmonë të hapur ndaj ideve dhe kritikave dhe feedbackut të klientit në mënyrë që me mujt me i plotësu nevojat edhe me mendu se çka tjetër mund është me bo që me shku përtej kërkesës fillestare edhe me mri qatë efektin wow. Kështu që përfundimisht mënyra qysh të paktën na arrim besueshmërinë me klientët si në fushën e marketingut, si në fushën e eventeve, dekoreve e tjera, është vetëm të dorëzu punë të mirë çdo herë. Nuk është e lehtë, nuk ndodh gjithmonë, po çfarë është qëllimi me cilin nisem gjithmonë. Faleminderit Janina, faleminderit për këtë perspektivë që ndove këtu. Faleminderit. Prej teje ishte kënaqësi.